po një fenomen që nuk është shumë i praktikuar mes shqiptarëve ose komunitetit tonë për marrëveshjet para dhe pas martese. Këto marrëveshje a janë të keq kuptuar nga shumë shqiptarë dhe nuk bëhen apo çfarë po ndodh? Njerëz nuk i kanë qef se nuk janë e kanë si është bad luck. Nuk pëlqen, është fat keq, nuk i pëlqen. Po unë gjithmonë i tregoj njerëz, ti nuk do shkosh edhe do ngasësh makinën, edhe do thot, unë do bëj aksident. Po ti e ke car insurance. Është një ta gjë, kjo është një gjë që është e zgjuar ta bësh. Edhe unë them të gjithë duhet të bëjnë, se ti nuk e di si do jesh, tani mund të nuk kesh shumë, mund të kesh një shtëpi ose një punë që është mirë, po nuk është kaq ardhura të larta. Po ti nuk di çfarë do bëhet në 5 vjet, në 10 vjet, në 15 vjet. So, është më mirë tani të bisedosh për këto gjërat, edhe të bësh një plan, një kontrat, se të pagush një avokat 15, 16, 17 vjet later, po. Edhe ajo do jetë shumë e vështirë, do shkosh në gjyq, do bësh të gjitha. Pa kanë filluar të ndërgjetësohen shqiptarët të bëjnë gjëra të tilla kontrata apo? Shumë. Sidomos të rinjët besoj. Të rinjët shumë. Un merr tani 4 deri në 5 prenups në muaj. Kontrata para martesës. Po, edhe shqiptar, se un kam shumë klientë që janë shqiptar. Ato më marrin se të gjithë kanë një biznes, kanë një pronë për fituar ose të blerë. Ose vetëm kanë një punë shumë e mirë. Si mund të japësh një shembull konkret të kontratës paramartesore që është e rëndësishme, sidomos për borxhet studentore, bizneset apo trashëgimitë, si mund na ilustros një gjë konkrete, Sure, so në qoftë se ti ke një shtëpi edhe po martohesh me një njeri që nuk ka asnjë gjë, but student debt. Kredinë studentuar. Kredinë studentuar, se është shumë standard këtu në Amerikë, edhe shqiptarët i kanë, se kanë shkuar edhe bën shkollën, shkolla është shumë e shtrenjtë këtu. So, në qoftë se një njeri ka vetëm këto kredi, edhe njeriu tjetër ka një shtëpi që është 200.000, 300.000. Ti duhet të mbrosh atë shtëpinë. Në qoftë se jeni bashk, ato kredi janë edhe nuk ke këtë kontratën, në qoftë se jeni bashk, në qoftë se jeni martuar, edhe ato kredi do jetë bashk, do jetë barabartë.